Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Sonde do të flasim për Arkivin e Kosovës, institucion ky i themeluar 75 vjet më parë. Ishte viti 1951, kur u themelua Arkivi i Kosovës, ndonse puna kishte nisur 3 vite më herët, në vitin 1948, ku pas luftës së dytë botërore, ajo ishte emërtuar si qendra arkivore. Arkivi i Kosovës është institucioni i cili ruan, mbron dhe administron lëndën arkivore. Përdorues të këtyre arkivave mund të jenë nga organizatat publike, persona fizike juridik, me qëllime të ndryshme si hulumtim, çështje studimore, por edhe nevoja private. Deri më tani, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, siç quhet tani, ka shënuar një arritje të madhe, ku ka përfunduar 8.5 milion skanime për kujtesën e Kosovës. Po për të folur për detaje për Arkivin e Kosovës, pas 75 vjetëve të themelimit, në studio kam ftuar 2 mysafirë të cilët do t'i prezantoj pa humbur kohë. Më ka nderuar ushtruesi i detyrës i kryeshefit ekzekutiv të Arkivit të Kosovës, Bekim Aliu. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej. Kam kënaqësinë që ta kem për herë të dytë, profesorin e nderuar i cili një jetë të tërë ja kushtoi Arkivit dhe ishte bashkëpunëtor i saj, ndonse një kohë ishte edhe vetë drejtues i këtij institucioni. Pra kam nderin që sonte ta kem në studio profesor doktor Jusuf Osmani. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë, siç e do praktika, natyrisht me arkiv natyrisht do të filloj. Do të shohim një material arkivor të rrallë, pra të vitit 1977. Këtu e 50 vite më herët, e cila flet për gjendjen atërshme se si ishte arkivi në atë kohë. Sigurisht ka nostalgji edhe profa ta shikoj edhe veten, edhe pastaj do të kthehemi për të filluar bisedën për këtë institucion i cili është një nga më të vjetrit në Kosovë. Ta ndjekim. Arkivistika e Kosovës në krahasim me atë të vendit ngec në zhvillimin e saj, ndoshta për shkaqe të kushteve specifike të krahinës, e cila pas luftës së dytë botërore ishte shkatruar pothuajse tërësisht nga pushtuesit fashist të Italisë, Gjermanisë dhe Bullgarisë, të cilët me rastin e tërheqjes dëmtuan ose morën me vete një pjesë të madhe të lëndës arkivore. Në rrugën e zhvillimit të arkivit, si edhe tërë shërbimit arkivor në krahin, ka patur vështirësi e pengesa të ndryshme që nga mos ekzistenca e traditës për këtë shërbim, status dhe tretman jo adekuat shoqëror, si edhe bazat e dobta materiale, pa kurfar pajisje dhe kuadrash e tjera. Pasojat e të gjitha këtyre kanë qenë të rënda. Për këtë shërbim me vlerë dhe rëndësi të posaçme shoqërore. Megjithatë, me një punë sistematike të gjitha strukturave në nivelin krahinor, ne këtë lamijën arritur rezultate pozitive. Arkivi i Kosovës para pak kohë është vendosur në ndërtesë të re dhe punon në kushte mjaft të volitshme. Në Arkivin e Kosovës punojnë këto shërbime: shërbimi informativ, shërbimi për pranimin e landës arkivore, shërbimi për rregullim, shërbimi i jashtëm, laboratoriumi, kseroksi, shërbimi i landës, biblioteka, depoja dhe shërbimi i përgjithshëm. Shërbimi am dhe ai i lëvizjes punëtore është në formim e sipër. Në këtë drejtim, Arkivi i Kosovës kujdes të posaçëm po i kushton mbrojtjes dhe evidentimit të lëndës arkivore të organizatave bazë të punës së bashkuar, institucioneve, enteve dhe organeve administrative të krahinës. Gjatë vizitës është konstatuar se deri me tani në Kosovë shumë pak ju është dhënë rëndësi e duhur dokumentacionit, përgjithësi mbrojtjes së tij në për organizatat punonjëse. Kështu që për te fare pak kanë ditë se çfarë rëndësie do të ketë
kanë menduar se ai pas 10 vjetë do të shkatërrohet apo do t'i dorëzohet arkivit ashtu në gjendje të parregulluar. Duke shkuar në organizatat punuese dhe spjeguar për rolin dhe rëndësinë e arkivit që luan në sistemin tonë socialist, është arrit sukses mjaft i madh, sepse kanë parë se me të vërtet arkivi luan rolin e duhur. Sidomos duhet në të ardhshmen, duhet më tepër të kontribuojmë që t'i njoftojmë qytetarët tonë për dokumentat që posedojnë ata. Është konstatuar se në qendrat tona, në përfshatra, shumë njerëz kanë dokumente me vlerë të rëndësishme historike, por për atë ata nuk janë të njohur, apo i mshefin nga mosdia, apo nga ndonjë frikë. Kisha me apeluar të ata personat të cilët kanë asilloj dokumentacioni t'i ofrojnë arkivit të Kosovës që ai të bëj evidentimin e tij, pastaj shërimin, konservimin apo mikrofilmimin në mënyrë që të mbrohet në përgjithësi. Përveç kësaj, dokumentacioni arkivor dita me ditë po shtohet. Sipas disa shënimeve që posedojmë, në teritorin e Kosovës kemi më se 15 kilometra gjatësi lëndë arkivore. Kështu që tavanet, podrumet, korridoret, zyret janë të mbushura me dokumentacion. Organizatat punojnë se nuk dinë që të bëjnë me te, thojnë vetëm t'ja dorëzojmë arkivit kompetent. Ekziston edhe zgjedhja për te, duke i hartuar listat me afate të ruajtjes, çdo dokumenti i caktohet afati e pastaj të bëhet seleksionimi, duke e ndarë lëndën arkivore me vlerë të përhershme nga materiali regjistratorik të cilit i kaluar afati. Kështu nga tëra i dokumentacion e organizatën punuese do të mbetej pothuajse 15% i cili ka vlerë të përhershme. Mënyra më e mirë për ruajtjen e lëndës arkivale është në qoftë se na atë lëndë e mikrofilmojmë në mikrolaboratoriumin e Arkivit të Kosovës. Mikrolaboratoriumi i Arkivit të Kosovës ka në brendësinë e vet disa aparate. Pikës pare bëhet mikrofilmimi i lëndës me këtë aparat, në këtë mënyrë. Mbasi të mikrofilmojmë lëndën, pastaj shkojmë në zhvillimin e mikrofilmit në të njëjtin lokal ku bëhet edhe larja e mikrofilmit. Kur ta lajmë mikrofilmin, atëherë kalojmë në dublimin e mikrofilmit në lokalin tjetër ku e shohim se çfarë rezultatesh kena rritë mikrofilmimi i lëndës. Pas mikrofilmimit të lëndës, ne kalojmë në kontrollimin e mikrofilmit, ku e bëjmë edhe reprodukimin e atina mikrofilmi. Gjatë asaj kohë kishëm me pa në lokalin tjetër se si bëhet reprodukimi i mikrofilmit. Në këtë mikrolaboratorium bëhen ruajtja dhe mbrojtja më e mirë e lëndës arkivale. Kështu që të tanë lënda arkivale mikrofilmohet në 3 kopje. Kopja e parë përdoret për ruajtje në bunkerat e posaçëm, kurse kopja e dytë e përdorëm në mikrotekën e Arkivit të Kosovës. Pasi të grumbullohet materiali arkivor, ai ruhet nëpër depot speciale, ndërkaq lënda e dëmtuar i nënshtrohet procesit të shërimit. Mas pari dokumentat dezinfektohen, dezinfektimi bëhet në depo, ai dezinfektim bëhet një herë në 2 vjet. Mandej marrim lëndën neve këtu
mas pari e pastrojmë nga pluhuni, ose nga mbeturina tjera, e bëjmë pastrimin e njollave, masandej e dezinfektojmë landën, edhe mbas dezinfektimit vjen në faza e dytë, e cila është më e rëndësishme, neutralizimi i landës arkivore. Neutralizimi bëhet në tretje të kalcium oksidit. Në këtë tretje dokumentat qëndrojnë 20 minuta. Mbas neutralizimit dokumentat kalojnë edhe nëpër disa procese kimike, ashtu që pengohet formimi i thartinave të dokumenteve matutje. Mbas neutralizimit dhe këtyne proceseve kimike, dokumentat teren nëpër letra fikse të ndryshme. Edhe mbas terjes, dokumentat kalojnë nëpër 2-3 lloj letrave të këtilla dhe rrafshohen dokumentat në pres. Mbas presimit, do me thonë dokumentat janë të neutralizuara dhe të rrafshuara. Bashkëpunëtorët e arkivit si vjetë veprimtarinë e vetë kryesisht e kanë orientuar në hulumtimin dhe studimin atyre materialeve që kanë të bëjnë me lidhjen e Prizrenit. Në këtë drejtim, janë bërë studime në për arkivet të ndryshme të Jugosllavisë dhe botës së jashtme. Siç dihet, Kosova gjatë periudhës osmane ka kalu në për disa faza shumë të vështira dhe nuk ka pas raste me ruajt dokumentacionin e dorës së parë historik, gjithashtu edhe pas sundimit Osman pas vitit 1912, në mes dy luftave botërore, gjithashtu nuk ka pas kushte për të ruajtur këtë dokumentacion. Për këtë arsye, para arkivit është paraqitur si imperativ që të bëj hulumtime në vend dhe në botën e jashtme, me qëllim që të kompletoj landën arkivale dhe të pasuroj fondet e veta. Në këtë drejtim, na kemi bërë një program detaj të hollësishëm, ku i kena parapa hulumtimet tona në vend dhe në botën e jashtme. Kryesisht kena hulumtuar në botën e jashtme, në arkivat e Turqisë, të Vienës, në arkivat e Francës, në arkivat e Bonit, në arkivat e Rumanisë, Bullgarisë, Italisë edhe disa tjera. Për neve si arkiv am dhe në tërësi për teritorin e Kosovës, arkivet më të rëndësishme janë arkivat e Turqisë, se ato janë shumë të pasura dhe kanë materiale të rëndësishme për të kaluarën e historisë sonë. Neve kemi bë në vitet e fundit, kemi bë hulumtime në arkivin e Kryeministrisë të Turqisë, në arkivin Bashbakanlëk Arshivi dhe kemi arrit të hulumtojmë afër 5.000 dokumenta, në mes të tyre afër 1.000 dokumenta të cilët kanë drejt për drejt të bëjnë me lidhjen e Prizrenit, lidhje e cila është pothuajse ngjarje më e rëndësishme historike në historinë e popullit shqiptar. Këto dokumenta të cilat i përmendura pak më parë, jemi duke i përgatitur për botim, se deri me tani sa dihet nuk është botur asnjë dokument në gjuhën osmane gjesisht turke për lidhjen e Prizrenit. Arkivi i Kosovës në të ardhmen duhet të koordinojë madje për punën me organet arsimore, kulturore dhe me atë të shkencës. Gjithashtu duhet të bashkëpunojë me fakultetin, me Entin e Historisë së Kosovës, muzeun, bibliotekën, Entin për mbrojtjen e përmendoreve të kulturës, Institutin Albanologjik, me shoqatën e shkencave dhe të arteve, me një fjalë me të gjitha institucionet kulturore dhe arsimore të krahinës. Kështu që efekti i punës kishte me qenë më i madh.
e sidomos në laminë e kulumtiveve shkencore dhe shfrytëzimi i lëndës arkivore dhe në publikimin e saj. Në kushtet e krijuara të ndërtimit socialist të krahinës socialiste autonome të Kosovës, për mungesë të dokumenteve autentike, imponohet nevoja e punës më të shpejtë shkencore kërkimore me qëllim që të studiohet e kalura e kombeve dhe komësive të krahinës. Kjo arrihet me anë të burimeve historike të ruajtura në arkivat qoftë në vend ose në botën e jashtme. Burimeve që në një mënyrë i takojnë drejt për drejti ose tërthorazit të kaluarës së Kosovës historike. Nga mungesa e dokumenteve autentike, lënda arkivale e kërkuar në vend dhe jashtë për disa periudha bën të mundur mjaft shumë që në sajet saj të mësojmë për jetën, punën, luftrat e kombeve të komësive tona në përshekuj për kulturën, politikën, ekonominë dhe për faktet historike të cilat pak janë të njohura të ne. Sa i përket të kremtimit të 100 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, mund të themi se arkivi i ka bërë pothuajse të gjitha përgatitjet e nevojshme. Pritet që gjatë këtij viti të botohen 4 volume që kanë të bëjnë me këtë ngjarje të rëndësishme të historisë së popullit shqiptar. Pastaj do të hapet ekspozita e dokumenteve më të rëndësishme të hulumtuara në arkivet e Vjenës, Parisit, Stambollit dhe Venedikut, të cilat kanë të bëjnë me krahinën tonë. Atëherë të nderuar shikues, jemi rikthyer kështu pasi pam një material të rrallë arkivor, vitin 1977, këtu gati 50 vite, 49 vite më herët. Prof, e pe vetën aty? Si djalë i ri në atë kohë? Çfarë emocioni tash ish vetën? Normalisht emocione se kujtohet puna që është bërë atëherë dhe të arriturat e arkivit, se është në vërtet një institucion që ka merita që ka kontribu dhe po kontribon sot për të kalurin historike, ndryshim në të kalurës historike të Kosovës. Çfarë moshë ishe këtu, prof? Po, Dikon në rreth 30-tave? po ma diçka pak ma shumë. Pak më shumë. Dhe kur nise ti si të bashkëpunoj, kur nise këtë punën në arkiv? Nise shumë herët? Po, isha profesor në shkollë të mesme, gjithmonë kom pas regjistruar magistraturën në Zagreb, mirë po si profesor nuk ishe kushte të hulumtojsh dhe kalova në arkiv të Kosovës 1972 dhe presoj kohë jam në arkiv. E kreva magistraturën në Zagreb dhe u regjistrova në doktoratur në Ljubljan, 1979 jam regjistru dhe në 86 e mbrojta doktoraturën. Isha doktoranti i parë në Universitetin e Ljubljanës, por edhe në Jugoslavinë. Për arkiva. I pari kom doktorun këtë lami, temen e kom pas lënda arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare në mes 2 luftrave botërore. Në më thonë prezentimi dokumenteve që është një lami arkivistikes. Dhe pastaj sistematikisht kom punu, po kom punu edhe në afirmimin e arkivit, në pranimin e arkivit Kosovës, institucioni parë që është pranu në asociacionet ndërkombëtare, në Këshillin Ndërkombëtar të Arkivistëve në vitin 2002. Në tonë se këto ishin ambientet sa ishin ndërtuar të arkivit në fakt, në atë ku? Ishin 2-3 vite sa ishin ndërtuar objekti i ri. Deri atëherës ku funksionon të arkivi? Arkivi ka funksionu në një ndërtesë 2 katë që ofër postës vjetër. Sot është ajo ndërtesë, në kushte jo të optimale për punë. Në vitin 1977
kaloj në ndërtesën e re, mos ka bëj 7 vitin, 7. Kjo do më këtë vit pas ka kaluar. Ka kalu në atë kohë, edhe me njëherë, me kalimin atje, ishte për vjetori, 100 vjetori lidhjes Prizrenit, dhe fillum pregaditjet. Arkivi botoj 2 vepra, dokumente arkivore për nga arkivat angleze, gjuhën angleze, dhe Ilas Regja botoj librin për herë të parë lidhja Prizrenit në dokumentet osmane. Dhe pregaditum një ekspozit me rastin e 100 vjetorit. Atë ekspozit e kemi hapë në Sarajevo, në Beograd, në Zagreb, në Ljubljan, në Podgorica, në Titograd, në Shkup, në Novi Sad. Tërë Jugosllavinë ka shkua i ekspozit dhe për herë të parë ja kemi prezentu opinionit të Jugoslavisë kontributin e Elis Prezent dhe shtrirjen e tokave shqiptare në Sanxhak Nishit dhe kur janë pushtuar në vitin 1877-78 dhe pat një hehon të madhe. Unë ja kom po hajrin që asaj ekspozite, se shkova në Ljubljan, e kishin hapë konkursin për doktorant, konkurova, e pon kontributin tim edhe më pranun. Në atë kohë, sfar vëllimit të dokumentet kishte arkivi? Kishte shumë apo jo? Ka pas dokumente, ma shumë është fokusu. E mban men se sa ishte numri i tyre? Jo, ka pas shumë dokumente nga arkivi Vjenës. I Vjenës? Ka pas edhe ka shumë në gjuhën, por pak shfrytëzim se në gjuhën gotike. Bekimi e din, ato kanë mandej arkivi Berlinit, arkivi ma pak është fokusue hulumtimet në arkivat osmane, por me ardhjen e Ilas Regjes, me angazhimin e tij filloi edhe qasja në hulumtime. Ma vonë ka ardhur një turkologe, osmanologe, Refike Sulqevsi, ajo e intensifikoi hulumtimet në Turqi. Sa ti kemi pas dokumentet mas shumëti që ka pas sigurisht? Po, të arkivuara. Ajo ka sjell shumë dokumente, e sidomos i ka sjell tapite pronave. Tapite pronave? Të vilajetit Kosovës, 1.500.000 tapi. Jo në arkiv, ku fletë ma te për tash Bekimi, se është në rjedha. E qartë, tash më është kryeshef aktual. Dhe desha të pyes, në fakt, kryeshefin, duke marrë për pas këtë material arkivor të vitin 1977, por edhe gjeneze, në fakt, tashmë është një vit jubilar 75 vjetori themelimit të arkivit. Ku e gjenë, në fakt, tashmë arkivin? Është në këso gjendje që fare ishte dikur, apo është zhvilluar tutje? Arkivi vitet e fundit ka ecë shumë përpara. Objektin si objekt është aty. Është aty. Janë bërë renovime të jashtëzakonshme, si jashtë objektit, ashtu edhe brenda pjesës administrative të quajmë këto zyret ku janë, depon presim me nënshkru kontrata që këtë vit të filloj renovimi i depos. Gjendja, kur e shikon këtë material edhe me të sotmen, përveç personave që i njoh, disa për tyne janë ende gjallë pensionist që kanë dhënë kontribut, që gjenerata jonë duhet t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë, sepse këtë material që e kemë sot, po thuj se bazë është ai material që kanë grumbullu kjo gjeneratë. Sasia materialit është mbi 8 kilometra. Mbi 8 kilometra. Tashma materialin që e ke marrë prej Agjencisë Kosovare të privatizimit, kjo në ka rrit ndjeshëm sasinë e materialit që është sjell në arkiv. Proceset e punës janë pothuajse të njëjta, përveç që tashma jemi në shekullin e 21 dhe në epokën digjitale që duhet një proces tjetër e pash aty në Xerox që bënin kopje, tashma ky proces është largu. Restaurimi është i njëjti proces, si ka qenë përpara ashtu tash. Rrujtja e dokumenteve është e njëjta, proceset e rregullimit për punimit pothuajse janë të njëjta, përveç kësaj pjesës digjitale. Është seleksionuar, në fakt si përmendi profa që ka pas shumë dokumentet e cilat janë sjell nga arkivat e Turqisë, Stambollit. Ka seleksionim të arkivave, për shembull, nga Turqia, nga vendet tjera, apo është...
Është i seleksionuar. Është i seleksionuar për secilin arkiv si motër që kemi marrë materiale, e ka pjesën e vetë, është fondi i veçantë, që përmeni profa Austro-Hungarin, janë përmi 50.000 dokumente të digitalizuara, që ka qasje të menjëhershme në to. Arkivat e Turqisë kemi marrë materiale jashtëzakonisht shumë. Përveç tapive, kemi marrë edhe materiale të regjistrimit popullsisë, shumë gjanave tjera që i takojnë historisë tonë. Kemi materialet që përmenim për bonit, kemi edhe nga Amerika që këna kanë arë materiale. Një mikrofilm, po ashtu edhe në formën digitale. Dhe tash i pranojmë të dy format. Kove të fundit tashma në mikrofilmi nuk përdoret vetëm forma digitale, mirë po edhe kjo e ka atë procesin e vetë se nuk mund është me marrë veç kopje, se zakonisht e mendojnë këta është sikur kopje digitalizimi, por në të vërtet nuk është ashtu, se çdo dokument duhet me përcjell disa metadata quhen, për me mujtë me gjetë, është para mendoje 1 milion dokumente, ti dosh me gjetë një X dokumentin, por në qoftë se si ke këto metadatat së në gjanë kur. Dhe tash janë të qasshme ato, përmes website-it të arkivit. Arkivi, vit 2025 e ka fillu sistemin elektronik menaxhimit materialeve arkivore, ku është një sistem që e përcjell gjithë procesin e punës, prej vendrujtjes e deri te ofrimit të hulumtuesit. Gjurmohet gjithçka çka është punu prej ati momentit që nxjerr nga depoja deri te momenti ku jepet hulumtuesi. Tashmë hulumtues gjitha kërkesat i bëjnë përmes sistemit, regjistrohet në sistemin ton, i bën pagesën që e kemi sipas rregullore në fuqi, cakton terminin për me ardhur në sallë, i rezervohet vendi në sallë dhe momentin që vjen i ka dokumentet e gatshme. Ky është procesi tashmë që i ka marrë hapat e sigurt, është kohëve të fundit është rrit ndjeshëm numri i hulumtuesve, të interesuarve, sepse edhe kemi arrit, siç e cekë edhe më herët, kemi arrit me bë 8.5 milion skanime. 8.5 milion. Po. Sa, në fakt, 8.5 milion, po ka dhe shumë sa mund t'i ketë për shembull të digitalizuar. A është një sfidë e madhe digitalizimi tërësishëm? Digitalizimi tërësishëm është jashtëzakonisht sfidë e madhe. Arkivat në botë, ne kemi marrë shembullin e arkivave Turqisë, është ndër shembull më të mirë të procesit të digitalizimit. Si e kanë ata të rregulluar? Skanimi, pjesa teknike që quhet, e kryen me blerje të shërbimit, domethënë me kompani të jashtme. Pjesën intelektuale e bëjnë vetë zyrtarët. Pastaj lidhen këto dyja edhe ofrohet te hulumtuesi me gjithë ato shënimet që i përkasin në X fondi ose dosje të caktuar. Ne kemi marrë atë proces pune, edhe ne i blejmë tash shërbimin, është kompania që digitalizon materialin arkivor. Me digitalizim në kuptojmë skanimin, njohjen e tekstit, sepse e njeh tekstin brenda, edhe indeksimin, për me gjetë me lidh këto dy pjesën intelektuale me këtë pjesën teknike. Si shembull më me dha ku jemi edhe ku po dojmë me shku, 17 vite, që unë personalisht merrem me këtë çështje, kemi arrit me i bërë 1.4 milion skanime. 1.4 milion? Po. Për 2 vite, me kompani të jashtme, kemi arrit me i bërë 7 milion skanime. Tash mundi me llogarit hapin që duhet me ndjek. Kjo 8.5 milion shi nënkupton dikon 9% e materialit arkivor që ru në arkivin. 9%? 9% shi. Dhe më thonë edhe 91% fakt është pa digitalizuar. Planet janë që më rrit procesi punës, munges kemi të burime njerëzore, stafit, i cili e përgadit materialin për digitalizim. Se digitalizimi vetë si proces. A është i shpejt. Mundet me ba shumë, po ti dush me përgadit para plakisht që pastaj me lidh këtë pjesën fizike me pjesën digitale, këto duhet me ka njëjtë. Edhe me ato metadatat që mos me të hup dokumenti. Në kuadër të bashkëpunimit që ke pas me arkive një kohë të gjatë, çfarë ka rezultuar? Cili është dokumenti që është më i vjetri aty? Po, bashkëpunimi është shumë e rëndësi. E qartë. Po, kem pas bashkëpunim me shumë shtete të botës. E përmena Këshillin Ndërkombëtar të Arkivistëve që janë të vazhdu, se morën pjesë në kongrese, mandej ka qenë, jemi pranu një asociacion Memoria Botës. Edhe aty kemi arrit. Kështu kemi bën informata, pastaj literaturë profesionale
marrin pjesë. Tash vazhdimësi është në kongreset, në konferencat shkencore, me unjoft merisit, se arkivistika shkon shumë shpejt me hapat shpejt, si përmeni Bekimi, tash përpara është dokumentet janë mikrofilmu, janë si fotokopju, tash krejt tjetër sistem. Atër arkivi është mundu, shkojnë hap me kohën. Natyrisht, ato kanë qenë kuaj ka pas ato pjesë digitalizimit, por tash është në rrugë. 1700 diçka është dokumenti maj vjetër. 1700? Po, 30 është tash mos po gaboj. Cili është ai dokument? Është një dokument kur i matjeve katastrale. I matjeve katastrale. Po, Osman është, angazhon disa matje për andoria Osmane, se deri në 12 e dim aty. Ka dhe dokumente tjera, por fonde ka pak, sepse shumë janë marrë nga arkivi i Serbisë, ose pushtuesit e ndryshëm, luftrat kanë shkatru dokumente. Edhe në luftën e fundit janë marrë dokumentet më të rëndësishme, ato të pronave. Kanë qenë 17.000 kartona të kolonistëve, që ju kanë dhonë tokë, që ka sjellë Mbretëria Jugoslave, ka sjellë në Kosovë, me qëllim të ndrimi strukturës nacionale, ju ka marrë toka pronarëve shqiptarë dhe ju ka dhonë kolonistëve serbë të ardhur nga viset të ndryshme të Serbisë, Mali Zi, e tjerë, e tjerë. Kjo pjesë e arkivit është plaçkit në luftën e fundit? O plaçkit dhe është sot në Beograd. I kanë marrë edhe disa dokumente rreth pronave, gjykatave, dhe ato nuk i kanë kthye, po ato dokumentet më të rëndësishme i kanë përgatit me i marrë, se i kemë pas sanduqet që i këshin mush me dokumente, por hyrja shpejt e forcat NATO nuk kanë arrit t'i bartën, se do t'i mërshin të gjitha ato se dokumenti është bazë, është histori. Ka ndonjë evidentim në fakt, kryeshef, se çfarë është marrë apo jo? Nuk ka asnjë dhonë se cilat janë marrë dhe cilat janë lënë. A ka diçka në dhonë? Janë disa dhona kështu sipërfaqësore. Sipërfaqësore. Po, janë disa dhona sipërfaqësore, janë marrë një kohë, një komision në këtë çështje, ku ka mri nuk e kemi informacionin. Megjithatë, ndoshta do të mund të jetë edhe pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kthimi i dokumentacionit të Kosovës. Është interesante që ka raste që dokumente që përmendi profa e kanë vullin e arkivit Kosovës, e ja japin edhe vullin e arkivit Serbisë, për kur të lëshojnë. Dje që është pronë e arkivit Kosovës, kjo pjesa e çështjeve politikës, ne arkivi kemë bon ato kërkesat tona, që tash është formuar komisioni për ajo është pjesë pastaj e politikës, çështjeve tjera. Jona mbetet me i kry detyrat tona që i kem, arkivi për fat mirë në 3 vitet e fundit Ministria e Kulturës ka dhënë jashtëzakonisht shumë investime në arkiv, përveç saj kem bërë një ristrukturim të organizimit të punëve brenda arkivit, kem arrit, siç që kam herët me bërë renovime, tashma kem arrit edhe me marrë lejen e ndërtimit për arkivin ndërkombëtar në Gjakov, që do të jetë një objekt komplet i ri, me të gjitha kushtet moderne. Për kohën arkivi që e pam në video, arkivi ka pas kushtet më moderne të asaj kohe. Tashma janë kushte tjera, periudhë tjetër, epoke re, digjitale, edhe kjo ndërtesë do të jetë po ashtu, planifikojmë, e kemi në plan punës që e njëjta ndërtesë të bëhet edhe në Mitrovic. Këtë vitin e kalun është renovu arkivi, depote arkivit të Pejes, është renovu një ndërtesë e re që është dhënë nga Këshilli Gjyqësor për arkivin e Kosovës, arkivin ndërkomunal në Gjakov, që tash do hynë në objektin e ri, po ashtu edhe në ish-kazerme në ushtarake në Prizren, e cila është në restaurim e sipër dhe do të dedikohet për arkivin ndërkomunal të Prizrenit. Investimi janë bërë shumë të mëdha, njëjtën kohë është punu shumë në rregullore, ligj rregullore të punës, metodik të punës, cilat kanë mungu për një periudhë gjatë, tashmë i kemi të gjitha.
me ligjin në fuqi, rregulloret, udhëzues, metodik të punës, dhe që ka na mbetet neve vetë me vazhdu punën edhe me ecë përpara. Më bëri përshtypje profesor në një intervistë aty që the që i bëje thirrje të gjithë atyre që kanë bazë material, fakt arkivore ta dërgojnë në arkivin e Kosovës. Sa ishte sukses kjo thirrja juaj në atë kohë? Por kjo mund të vazhdojë edhe tash. Dokumentet më të vjetra, unë thash për original, se ka dokumentet periudhave të mahershme që janë sjell nga arkivi Dubrovnikut, nga arkivi Osman për shekullit 14-15, nga arkivi Osman, mes jetës nga Dubrovniku, janë sjell shumë dokumente. Ato kanë të bëjnë me Kosovën? Jo, krejt për Kosovën, po janë ose mikrofilm, ose janë fotokopje, që tash edhe po i digitalizojnë ato. Ndërsa në Kosovë kanë posedues privat. Shumë. Personat që kanë kriju dokumentacion, ata janë të obliguar që atë dokumentacion të mbrojnë, edhe të arrujnë, edhe pse është në pronësi private. Dhe këm apelu dorëzonin në arkiv, se në kushtet optimale për rujtje, se ata gjenerate e re nuk ja din vlerën, dhe me shkurjen e ati që i ka rujt, i shkatrojnë. Prandaj apeli ka qenë dorëzoni edhe formohet fondi personal në emër të atij personit ose familjes. Ka shumë edhe në Arkiv të Kosovës fonde personale. Që kanë dorëzuar në ato. Vazhdon kjo traditë apo? Po vazhdon. Vazhdon ende kjo traditë. Vazhdon. Për shembull një profesor universiteti, një krijues, një studius e sjell dokumentacionin. Unë vetë kam dokumente që të jap vlerën në fakt se ti ke hulumtuar fondin tim edhe tërë dokumentet që kam hulumtu pas pensionimit për krimet serbe, domet e luftës që ka marrë në për komuna, në për janë në arkiv fondi veçantë. Pse mu nuk më donë, unë e kam realizu, por edhe s'kom vend me i rujt, por duhet dorëzohen, sepse... Arkivi është vendi ku duhet rujt. Edhe kanë qasje studius të aty. E jo tim mbyllin, edhe për këta personat. Prandaj, përveç institucioneve, arkivat morën dokumente nga personat privat. Qartë. Do të shojmë edhe një material tjetër i cili kishte ka të bëj me arkivin e Kosovës 1979, 2 vite më vonë, flet prapë për arkivin dhe shqihet ndërtesa e re e cila ishte ndërtuar 2 vite më herë dhe pastaj prapë vazhdojmë bisedën për arkivin dhe për fundin e saj. Arkivi i Kosovës është themeluar në vitin 1951, që nga fillimi ka bërë punë jashtëzakonisht të rëndësishme në mbledhjen, hulumtimin, gjurmëmimin, sistematizimin dhe ruajtjen e materialit që ndriçon dhe dëshmon për ngjarje të së kaluarës sonë. Pas shfrytëzimit të materialit nga institucionet e vendit dhe nga personat privat, Arkivi i Kosovës posedon dokumentet e shumicës së arkivave të Jugosllavisë, po ashtu edhe shumë materiale të Arkivit Shtetëror të Vjenës, të Shqipërisë, të Bullgarisë, të Egjiptit, të Francës, të Republikës Federale të Gjermanisë, të Italisë, të Rumanisë, të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe të Turqisë. Arkivi i Kosovës nga viti 1965 zhvillon veprimtari botuese nëpërmes të vjetarit. Deri tash janë botuar 9 sish. Materialet e botuara në të janë kryesisht lëndë e këtij arkivi. Gjithashtu publikohen punime që trajtojnë problemet që ndikojnë në zhvillimin më të suksesshëm të arkivistikës. Arkivi i Kosovës është inkuadruar në aktivitetin e madh shkencor kushtuar ledhjes shqiptare të Prizrenit. Më 1978 ka botuar 2 libra. Ledhja shqiptare e Prizrenit në dokumentet angleze të përgatitur nga Skënderiza dhe lidhja shqiptare e Prizrenit në dokumentet osmane të përgatitur nga Ilyas Rexha.
Erdar, në fakt edhe më bërej përshtypje ky bashkëpunimi me shtetet e tjera, po sot si është bashkëpunimi? Keni marrëveshje të reja që janë firmosur me ndonjë arkiv të ndonjë shteti i cili ne kemi në fakt kemi interes të i hulumtojmë ato për dokumentet cilat mund të jenë Kosovës? Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës po thuaj se ka bërë tradit me pas marrëveshjet mirëfillta me shtetet e rajonit përjashtu Serbinë. Kemi bashkëpunim po thuaj se si një arkiv me arkivin Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, me arkivat e Turqisë. Sot nënshkrujmë marrëveshjen me arkivat e Hungarisë, arkivin shtetëror të Hungarisë, që është një arritje goxha e mirë, sepse historia jonë përveç që është shkruar në Turqi është edhe në Austri edhe Hungari. Kështu që dhe mund të ketë dokumenta aty? Po. Ka pas hulumtime më herët? Ato hulumtime, se tashmë epoka digjitale po ta mundson me i pa këto dhënat, ne veç kem pa dhëna që ka dokumentet rëndësishme për historinë e Kosovës edhe në arkivin shtetëror të Hungarisë. Dhe si rezultati këtij bashkëpunimi kemi arritur që sot ta nënshkruajmë këtë marrëveshje dhe do fillojmë edhe me hulumtime, sepse arkivi gjithmonë në planin e punës për çdo vit ka edhe hulumtime jashtë në këto arkivat si motra për me vjel sa ma shumë dokumentacion që kanë bëjnë me Kosovën. Si ishte bashkëpunimi në atë kohë, profesor, me Shqipërinë? Se këto vite ishin paksa më të fillimi i rëndesës mes marrëdhënieve në fakt Jugosllavi-Shqipërinë atë kohë. Po ato ndryshimet, pas ndryshime ka pas bashkëpunime, po jo në atë nivelin se o dasht për shkak politike. Mirë po, me njëherë pas çlirimit, unë jam mirënjohës ish drejtorit Shaban Sinanit, që kur ishëm në një konferencë shkencore, konferencë të arkivistikës, ai kishte lidhjet forta me ato me stafin me Këshillin Ndërkombëtar të Arkivistëve dhe ai mu më rekomandoi 2002 që të konkuroj për pranim. Ai loboi dhe u pranum edhe pse ishim kodër të në mikut. Do më thonë, atër kemi organizue me Shqipërinë, me Turqinë e kemi pas mbajtur, kema ke qenë 2009 të një konferencë shkencore, ku kanë marrë pjesë mase 60 studius nga shtetet të ndryshme. Edhe tema ka qenë dokumentet arkivore për të kalurin historike të Kosovës. Mandeje edhe me Kroacinë, sidomos, Sloveninë, Bullgarinë, Rumëninë, janë sjell dokumentet e shoqatave, drita, dëshira që kanë qenë në Sofje, por kem pas edhe një bashkëpunim me arkivin e Dubrovnikut. Më kujtohet 1978, u mbajt një konferencë shkencore në Dubrovnik, se Dubrovniku është me arkivi Dubrovnikut themelu 1278. Është ndër më të vjetrit? Më të vjetrit është në Ballkan, mos thëmë edhe këtu. Edhe mbajten konferencen dokumentet arkivore për secilën trevë të Jugosllavisë. Edhe na obligun me çu një referus, se ishin edhe shtetet tjera, por edhe çdo republike përfaqësonte nga një studius. E patëm caktu me profesor Muhamet Tërnovën, i cili na prezentoi në mënyrë të denjë për dokumentet arkivore në arkivin e Dubrovnikut, por edhe në arkivin e Zarës. Ka dokumenta aty të Kosovës? Ka shumë dokumenta. Që ka ndër më të vjetrit? Po, ka dokumenti, janë hulumtu shumë dhe janë sjell, por e kemi një problem, e kena pas që po vazhdojnë tjetë problem. Duhet studiust, arkivistët që njohin gjuhën e dokumentit. Gjuhën osmane, është problem. Gjuhën latine, gjuhën gjermane gotiken. Se dokumentet, tash po ka problem të trit nuk për njohin as gjuhën serbokrate. Po se dokumentat janë, dihet, administrata sërbë janë në gjuhën e tjetër sërbë, aty duhet me i lezu, me i përpunu,
dhe me i publiku. Nëse nuk publikujmë dokumente, si që po vepron arkivi tash, e ka një botim përbashkë me Shqipërinë, çdo vit, atër në asë gjë s'kemi bërë. Dokumente për të kaluarën historike t'ja prezentojmë botës, sepse pak është e informume. Dhe ato dokumente duhet edhe në gjuhën angleze. Prandaj, nuk vlen veç për arkiv, po për çdo institucion shkencor që merret me çështjen e prej akademisë deri te institutet, arkivi, muzeu e tjerë. Madje edhe televizionit, edhe ne na vjen hiset. Po se është interesant edhe këto ta theksoj, 1981 e vizitova televizionin, e gjeta dokumentacion e televizionit në për koridore, tavone, shka përderdhur. Shirita filmik. Shirita filmik. Po se ka pas gjitha ndej. S'kishin kushte për me i rujt. Me i rujt, verës, zëtësie modhe, dimrit ftoft edhe ato shkatërrohen. I propozova shërbimit e janë i silën në Arkiv të Kosovës. Dhe që nga atëherë, që nga aty? Prej 82-shit është në arkiv. Ti kujtojmë dhe shikusit që baza arkivore, fakt të shiritit filmik, që e merë dhe vetë arkivi, vetë televizionin, në një që marë, është në arkivin shtetëror, në agjensin. Ishte drejtor Hake Bajrami, profesori, bisedu me te dhe një lokal që edhe sot e shfryzojnë. Është mjaft optimal për dokumente. Po është mirë. Dhe u shpetun. Ma dje edhe këto materiale janë nga aja arkiv. Që ta di, në fakt, kjo trashëgimia audiovizuale, në fakt, më ka bërë përshtypje, pasi edhe vetë janë futur në një dimension të tillë të arkivit dhe ky ulëmtimi të bën për vete, profesor. Dhe është një sfide përjetshme kur të hysh atë që mos mund të dalësh. Mu po më thojnë pse po punon, po hulumton ende, po i shumë bashkë me bekimin në arkivat e Turqisë, Stamboll, dhe ka shumë dokumente, na i afrun pa kur farë për kufizimi. Merni, qka po doni? Edhe solëm, 13.000 dokumente, solëm, se i shumë zbashku me kolegë, dhe mirë po duhet përpunim. Ti kote kene se nuk harton mjetet informativo shkencore. Ti kote sjell dokumentin, se duhet me pos, me ditë qka ka në arkiv, jo në ata u dhe refyst, edhe do mjetet që i qumë në inventartë. Dë kras këtyre që po i përmendin, në fakt sa është ndihma institucionale që vjen nga shteti, në fakt për fondin arkivor, për arkivin përgjithësi, duke krahasu me vitet që i kemi lënë, do të thonë në këto vite që i pamë. Ka një interesim të shtetit, apo në fakt ende duhet një vëmendje pak më e madhe në arkiv. Se unë vesho edhe tek ne këtu hezitojnë të japin funde për arkivin. Për periudhën e profës nuk bëj me folë. Qartë, po për tash e ka flasë. Për këto 2 dekada që jam unë pjesë e arkivit, unë bëjnë të thamë që këto 3 vitet e funit është interesimi jashtëzakonisht i madh për me ngritë dhe me ecë përpara arkivi. Po jo ndonë se si s'do duhet të ishte. Gjithmonë arkivat, i vetmi arkiv që nuk ankohet, edhe pse si vjetë kur ishim në Turqi u ankune dhe ta, po deri tash për fondet vetmit jenë ka që s'ankohen. Gjithë arkivat në botë ankohen për mungesë të fondeve. Ka aq shumë punë, sa që ata që e ndajnë bugjetin nuk e shohin shumë tullës, me nda mjaftu shumë bugjet. Mirë po, për momentin normalisht që gjithmonë dohet vëmendje me e mirë, angazhim më i madh, por 3 vitet e funit është dhënë jashtëzakonisht shumë. Krahasim me ato vitet e mëhershme. Por lë shumë për dëshiru, pra. Natyrisht. Mungesa evidente është me burimet njerëzore, stafin profesional që kryen punën me përkushtim, edhe që shkojnë se disa herë kemë diskutu me profën profesioni arkivist klasik, ka vdek. Nuk ka më arkivist klasik. Arkivisti do të me qenë arkivisti digital, arkivist modern.
që i din gjitha këto proceset elektronike që janë pjesë e çdo punën zyrë, fillimisht, e pastaj edhe kjo pjesa e profesionit të arkivistit që dosh me hulumtu me ditë ku çka i cilës pjesë i takon një dokument ose një dosje e caktune. Kur kem të marrëveshjet të bashkëpunimi, unë të them që ne i vazhdojmë ato ti mirëmbajmë, normalisht që shkojmë edhe të avancu edhe më tej, me drejtorinë e përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë kemi arrit në stadin si vjetë mahet konferencia 10 mbarëkombëtare, e cila pastaj rezulton edhe me revistën Arkivat Shqiptare. Është një frut i një pune të përbashkët, sepse arkivi prezentohen materialet apo i për të dedikim një... Zakonisht mbahet në qershor, javën e parë të qershorit, dhe ato punime që prezentohen në atë konferencë, pastaj zgjerohen nga autorët, edhe botohen në fund të nëntorit, kështu dalë me një revistë të përbashkët. Ne jemi kështu, kur të shikojsh në botë, jemi popull i vogël, nuk jemi popull i madh, dhe shkencën arkivistike si shkencë e ka mri kulminacionin, nuk ka që do zbulojmë diçka tre në arkivistik. Çka është, ne do ta mirëmbajmë ata, t'ju ofrojmë tjerëve informacionet e nevojshme, sepse arkivat e kanë pa gjithë botën që në qoftë se dojmë me ecë përpara, do të bashkëpunojmë jashtëzakonisht shumë, që gabimet që i kemë ba, one mos t'i bajsh ti nesër. Kurse harrejnë 2004-ën, kur ju më pranun punë, drejtori i Arkivit Slovenisë, provam pa të qunë Sloveni me bot një trajnim, Vladimir Zhumer ka pas drejtori emrin, tha, bekim, për ja u marrë lakmi juve arkivave të Kosovës. Edhe unë mbeta, kështu, qëfar lakmijeve sa kemë dalë për luftë, tha, jo, nuk keni nevoj, tha, me ecë në përhapa të dështimit. I shihni metodat më të mira të punës që ekzistojnë, i përshtatni me shtetin e ju, shtet na që i ka atëherë, halo pa shpall, edhe ecni përpara, sa ima ka të regoj një shembull që kishin digitalizu 1 milion dokumente, edhe ju kanë dështu të gjitha. Në qëka në mikrofilm? Po, për mikrofilmit kanë digitalizu, kur ka orë puna me i lidh me metadata me këto, kanë dështu komplet me bon prej fillimi. Se kanë harru një pjesë të teknike po e përmeni. Kjo në fakt mund tjetë një sfide vazhdushme në gjerat pas gjerat. Tashma e mira është që standardet për digitalizim jenë përfundimtare. Nuk ke nevoj me provu diçka tjetër. Janë standarde ndërkombëtare, ne i kemi marrë ato, i kemi bërë edhe udhëzuesin metodik, e kemi në webfaqe ku çdo institucion mundet me marrë dhe me pa ku e gjen veten, edhe qysh duhet me pa digitalizimin e një materiali arkivuar. Që mos me shku në ata hapat, të provoj që ta po m'del mirë, as po m'del mirë, po aty e ki udhëzuesin, edhe mundesh me ecë përpara. Po si ishte, sa ishte e përkushtuar atërës ishte Jugoslavia për arkivin? Po qyre... Sa kishte fonde nga arkivin atë? Atëherë, Arkivi Kosovës arriti që të ndërtojnë ndërtesin. Ishte për kraja, ka qenë një sukses mjafti madh, më ndërtu një ndërtesë moderne, do më thë ka posë mbështetje, por jo sa duhet. E sidomos të hulumtimet arkivor dhe veprantaria botuse. Për me botu dokumente, ka egzistu një cenzur, s'ke mujt me publiku si kur së, do shtë është me kujdes edhe kur të lumëtësh. Do të kuadri arkivor. Une jam shku 7 muj në Beograd në specializim. Ishte për krejt Jugoslavis kursi arkivistikes, sepse nuk mundesh me hy në arkivistik prej rrugës, prej fakultetis, pëtëm prej rrugës, por drejt për zdrejt, do të para pregaditje. Mandej na undam e formum kursin këtu të ne. Në 2015 e hapëm programin e arkivistikës në fakultet filozofik, edhe sët ekziston, po pregadisëm kuadra treja, por thasht duhet gjuht, me pregadit edhe gjuht tjera, me quë në shkollim, me specializu për së cilin gjuht, sepse dokumentat duhen të përpunohen, përkthehen, transkriptohen dhe të botohen. Prandaj, kem pas për kraje,
por ju në atë mosë është. Edhe atër kanë mungu. Se kanë qenë rrethonat të tilla që do është kujdes në këtë drejtim, sepse mund të dështojsh. O do është me notue që shtojnë, si kurse ekspozita lidhes prezeni që shkojnë për tërë Jugoslavinë. Në vitet e 80-a ndryshun raportet, ndryshun ato, mandej sot nuk mund është të kesh qasje në arkivat e Serbisë. është një procedurë. Një maksi, sepse nuk dim se çfarë kanë. Atër ka qenë një politik pak ma ndryshë në vitet e 70-a dhe janë shfryzu, janë sjell dokumente nga Arkivi Jugoslavisë, Arkivi Serbisë, Arkivi Institutit Historik Ushtarak, nëpërmjet bashkëpunëtorëve se arkivi, sidomos të Institutit Historisë dhe profesorëve të fakultetit, që kanë hulumtu. Pro, mirë po, unë jo mishnu me arkivistike për cili punën e arkivit dhe më gëzojnë rezultatet që po arrin arkivi, sidomos tani me ardhjen e bekimit, si ekspert i arkivistike, se dhe ka magjistru në arkivistik. Dhe në fakt, kjo do duhet të ishte rruga një institucioni, të lihet në dorë një profesionist, në fakt, që është i mishnuar me atë sektor. Njerëz kompetent të vinë vendin e... Absolutisht. Një ndërtat është një hipotezi qëllum që ka ardhur kë dhe do ta qënë për para. Urojmë të zgjithet prapë dhe të vazhdoj kjo punë, fakt e mirë. Tash po përgatit botim veçantë për vjetore. Dokumente arkivore, përveç ekspozita, këtë tregon ma mirë, ekspozita do t'jenë disa aktivitete që jo ti, po kjo është i informume që kanë dëgjova, unë i përgëzoj për punën e arkivit, e kanë bështetjen time profesionale tjetër, dhe po konsultohen. Një grup si Bekimi, Shpresa, tjere, konsultohen edhe sot me mu. Kjo është e mira. Sepse përvoja bënd vete, një që di ma shumë, po përvoj ka ma shumë. Unë ju falenderoj sepse kështu ishte koha para pare këtij emisioni nga dal kemi ardhur në fund të emisionit të sotëm të arkive, natyrisht me një historie të përgatitur tashmë se si është arkivi sot, dhe duke bërë një krahasim me të kaluarën 50 vjet më herë dhe sot, do ta shohim një histori të përgatitur nga arkivi i Kosovës dhe me këtë histori do ta përfundoj emisionin e sotëm të arkivit. Të falenderoj shumë kryeshef që ishe sot në emisionin e arkive dhe ju uroj këtë vit jubilar 75 vjetorin e themelimit të arkivës. Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për juve, edhe besoj që bashkëpunimi për me arrit suksese edhe më të mëdha nuk do të ndalet këtu. Ju falenderoj për bashkëpunimin, kemi gjetë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Edhe unë përgëzoj për punën që po bëni një ndër emisionet më të qelluara është arkivi. Falenderoj shumë. Se ka njerëz nostalgji për po të kalurin, jo vetëm në arkivistik, por në gjitha lamit. Prandaj punë të mbarë, suksese, edhe vazhdoni matutje. Qëllim shumë ja ku lënë emrin arkivit, t'i bëj publicitet arkivit, natyrisht. Ju falenderoj shumë edhe njerë. Atëherë të nderuar shikues, me këtë kronik të fundit e përfundojmë emisionin e sotëm të arkivit. Mos harroni, emisionin mund ta ndjesni në kanalet tona zyrtare në Facebook dhe Instagram Arkivi.tk. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim javën tjetër. Në Arkivin e Kosovës kam punu prej vitit 1972 deri në vitin 2014. Kur jam pranua aty unë si konservatore e restaurimit dhe konservimit dokumenteve, me njëherë blen aparaturën e konservimit, po zyrë nuk kishim, atër në një shtëpi private të lagja e trimave, atje kemi shku prej Brigudilit, atje kom shku me punu. Mas pari dokumentat dezinfektohen, dezinfektimi bahet në depo, ai dezinfektim bahet njëherë në 2 vjet. Mandej marrim landën neve këtu, mas pari e pastrojmë nga pluguni, ose nga mbeturinë tjera.
Ishte një konkurs në gazetën atërshme dhe kërkoshin një specialist për gjuhë orientale për të studiuar të kalurën tonë 500 vjeqarë në sundimin Osman. Dhe atërë konkurova dhe fitova në konkurs dhe u punësova i rregullt. Para arkivit është paraqitur si imperativ që të bëj hulumtime në vend dhe në botën e jashtme. Në vitin 1989, pas suprimimit të autonomisë së Kosovës, si të gjitha institucionet tjera, po ashtu edhe arkivi i Kosovës ishte uzurpuar nga regjimi serb. Si pasojë e këtij uzurpimi, regjimi serb kishte plaçkitur një mori dokumentesh të rëndësishme historike, sidomos ato të kolonizimit të tokave shqiptare me elementin slav. Po ashtu, edhe dokumentet ku ishin të detyruar shqiptarët të shpërngulën në Turqi. Që në vitin 1991, duke në mars 1991, prej arkivit Beogradit, plaçkitër të merren bartën në emër të asaj se dërgohen materialet për restaurim dokumentat e reformës agrare 1918. 41 do të thotë kur kolonizatorët serbë dhe malazez vendosen në Kosovën në këtë periudhë dhe gjithë këtu kartona të formatit B5 bartën Beograd në emër të kësaj të restaurimit kuzëri. Besoj që tani jemi në hapa mjaft të rëndësishëm të zhvillimit edhe konsolidimit të gjithë rrjetit arkivor për shkak të fillimit të investimeve, qoftë në infrastrukturën digjitale, qoftë në infrastrukturën fizike, qoftë të reformimit të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Një sfidën veti, neve si arkiva na ka mbetë grumbullimi i dokumenteve të fond kryust. Janë shumë faktorë që ka mbetë që ndoshta ka institucion që 70 vite nuk janë dorëzuar dokumenta në arkivat të. Po e thëmë nga përvoja kur isha inspektor e arkivit, kam shku në për shumë institucione që kanë kriju dhe krijojnë dokumentacion. Shumë pak i kushtojnë në rëndësi dokumente tyre që i krijojnë. I ruajnë në për podrume, tavane, korridore dhe ato grumbullohen, pastaj edhe shkatërrohen. Projekti digitalizimit masiv të arkivave, që është duke u zbatuar në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës nga viti 2024 e më tutje, është i tillë që lejon përdorimin e sistemeve të inteligjencës artificiale në të ardhmen. Aparaturat janë modernizu dhe digitalizimi ka vazhdu më mirë se sa më herët. Kemi pasë kërkesa po rritet tek fondet e digitalizuara dhe ju kemi dhënë prioritet kërkesave të parive. Epoka digjitale nënkupton që këto dokumente duhet më ofru në formën elektronike. Tashmë arkivat janë duke mendu, me ndërru proceset e punës, sepse arkivisti klasik si profesion ka vdek. Nuk ka më arkivist klasik. Duhet me ardhë arkivisti digital i cili din me i përpunu, me i ofru shërbime në formë elektronike.